Ekipi i reportazhit për shtëpitë e bukura të Kosovës ma pikturoi ëndrrën edhe këtë javë ka udhëtuar për në qytetin e Gjilanit. Kësaj radhe protagoniste e reportazhit tonë është shtëpia e Nehat Recepit. Se çka e bën këtë shtëpi të cilësohet në mesin e shtëpive më të bukura në Kosovë, na ndiqni në vazhdim. Prezantimin e eksterierit të kësaj shtëpie do ta fillojmë me kopshtin e saj. Pronari i kësaj shtëpie ka rregulluar një kopsht të vogël por shumë të lezetshëm, për të cilin duket qartë se ka një kujdes të veçantë. E që ai kalon një pjesë të madhe të kohës së tij në këtë pjesë të shtëpisë, tregon edhe kjo tavolinë ku u prit ekipi i reportazhit tonë. Ndërsa sa i përket arkitekturës së shtëpisë, padyshim që është mjaft e veçantë. Duke filluar nga këto dritare strukturale të vendosura në pjesën qendrore të shtëpisë, të cilat i japin asaj një pamje jashtëzakonisht të bukur. Ngjyrat e fasadës së kësaj shtëpie janë bardhë dhe zi. E në kuadër të kësaj shtëpie vrehen edhe dy terraca të cilat i japin asaj një pamje edhe më të bukur. Duke përfshirë edhe garazhën, kjo shtëpi posedon rreth 250 metra katror. Kështu dukej eksterieri i kësaj shtëpie. E tani padyshim se jeni kurioz për të parë edhe interierin e saj. Si rëndom edhe kjo familje, ambientin e parë që na prezantuan ishte dhoma e ditës. Shfrytëzueshmëria e të gjitha ambienteve në këtë shtëpi dhe ideja për një plan kaq të veçantë ishin të përputhura mes pronarëve të shtëpisë dhe arkitektit. Kjo ka qenë dëshirë në bashkëpunim me djalin, kështu kemi koordinu punët dhe plani na ka pëlqyer si plan, kemi pas dëshirë të njëjtë. Këtë plan një arkitekt Armend quhet. Jemi ullë tavolinë edhe e kemi përshkru kështu gojarisht, jo që e kemi pa dikun, po kemi pas dëshirë që edhe kati edhe i poshtmi, për shkak ndriçimit edhe shijes, bukurisë dekorit, t'jetë me dritare strukturale që quhen gjama struktural, edhe na ka kuptu arkitekti kështu, mas 2-3 dite ka përpunu kompjuter kështu, edhe na ka ftu, kur e kemi pa, jemi konë të shokun dhe të me thonë, edhe ashtu që kemi mendu, e kemi paramendu, ashtu edhe na ka dalë, edhe kemi startu, pastaj e kemi këtë shtëpi kështu. Në të gjitha ambientet e kësaj shtëpie do të hasësh pothuajse ngjyrat e njëjta, të bardhën, të zezën dhe të kaftën. Pronari i kësaj shtëpie thotë se kanë bërë këtë përzgjedhje së pari për shkak të parapëlqimeve të tyre dhe pastaj për shkak të trendeve të kohëve të fundit. Po prapë
me mendimet të mia të djalit, kështu kemi bërë kombinime, natyrisht edhe bashkëshortes djalit. Na ka pëlqyer ngjyra e bardhë ma tepër edhe e zeza. Kështu një kombinim edhe ngjyrë kafe të mbyllur, kemi shku në këtë formë, po ashtu edhe shtëpisë në pamjen e jashtme, na ka pëlqyer ngjyra e bardhë me zezë, kështu, se më duket se është një trend pak kohës fundit këtu. Dhoma e ditës në këtë shtëpi ka rreth 45 metra katror, në kuadër të së cilës përfshihet edhe kuzhina. Mobiluari qendror në këtë shtëpi është prodhim turk, ku dominojnë ngjyrat bardhë dhe zi, e në disa detaje ka edhe nuanca të së kaftës. Televizori është i vendosur në një komodinë të importuar nga Italia, ku dominon ngjyra e kaftë e kombinuar me të zezën. E veçanta kësaj dhome të dite janë këto dritare strukturale, të cilat mundësojnë një pamje jashtëzakonisht të bukur në kofshën e shtëpisë. Ndërsa një element tjetër që të bie në sy në këtë shtëpi është edhe plafoni, i cili është i punuar me gips, ku edhe kanë bërë një dizajn mjaft të veçantë. Tani do të kalojmë tek kuzhina e kësaj shtëpie, e cila është prodhim vendor, dhe materiali me të cilin është punuar ajo është mjaft cilësor. Pronarët kanë zgjedhur që në kuzhinë të mbizotrojë ngjyra e kaftë, përderisa pranë saj është edhe tavolina për ushqim me ngjyrë të zezë. E me këtë ngjyrë kanë vendosur t'i kenë edhe karriget. Ndërsa tani vazhdojmë për të prezantuar ambientet tjera të shtëpisë. Në katin e parë të shtëpisë, pronari ka vendosur të ketë dhomën e tij të fjetjes. Mobiljet në dhomën e tij ka preferuar t'i ketë prodhim italian. Ngjyrat po ashtu edhe në këtë dhomë ka preferuar t'i ketë të kaftë dhe të zezë. Në katin e parë është edhe një banjo ku kanë vendosur qeramika spanjolle me dizajne të ndryshme. Në këtë shtëpi janë 2 banjo të cilat janë të ngjashme me njëra tjetrën, si nga masia ashtu edhe nga elementet përbërëse të tyre. Tani vazhdojmë për në katin e dytë të shtëpisë, ku gjenden edhe 3 dhoma tjera të fjetjes. Kjo është dhoma e djalit të pronarit, mobiljet e së cilës janë prodhim italian. Nuancat e ngjyrës së kaftë dominojnë në gjithë këtë ambient.
ndërsa më të veçantë e bëjnë prezenca këtyre dritareve strukturale të cilat mundësojnë ndriçimin natyral të kësaj dhome. Në po këtë kat është edhe dhoma e fëmijëve, e cila është e dizajnuar në atë mënyrë që ata ta ndjejnë veten mirë. Pronarët e kësaj shtëpie kanë menduar edhe për miqt, të cilëve u kanë krijuar një dhomë të veçantë me të gjitha elementet e nevojshme. Po ashtu atyre u kanë mundësuar edhe dalje në teracën më të madhe të kësaj shtëpie. Kjo ishte shtëpia e Nehat Rexhepit nga Xhirani, një shtëpi mjaft e veçantë dhe shumë e shfrytzueshme.